shifrat e dhëna zyrtarisht, ku diun 37.000, mund t'i kishin bërë edhe 370.000, 370 milion, se në dorë kishin, janë shifrat egzageruara, të pavërteta dhe shpike, siç ka qenë gjithë kjo farsë e nisur nga momenti kur ne nisëm lëvizjen për të bërë një parti demokratike fituese, fatkeqësisht, e them fatkeqësisht për gjithë qytetarët, jo vetëm për demokratët, ajo që ndodhi me Partinë Demokratike dhe me këtë proces nuk kishte të bënte as pak me një garë normale politike, por ishte një proces i kontrolluar dhe i deformuar nga vullneti i Sali Berishës për të pasur nën kontroll Partinë Demokratike për interesat veta personale. Ai i shkeli plotësisht standardet më bazike të funksionimit të një partie politike, statuti u interpretua sipas interesit të momentit dhe jo sipas frymës së demokracisë brendshme. Pra u përjashtova unë nga gara që lejohesha të kandidoja me statut dhe kandidoi Sali Berisha që në eni 46 e ndalonte kandidimin jo vetëm si pikë shkruar në statut, por edhe në atë që ju e keni ndjekur 4 vite përpara, kur tha që Lulzim Bashës ja vjedhin zgjedhjet, duhet vi unë në krye të Partisë Demokratike që mos mi vjedhin, dhe për të hequr tha çdo lloj dileme në raport me qëndrimin që do të kemë pas zgjedhjeve, po e shënojmë në statut që të heqim këtë elementin na i vodhën zgjedhjet, që Partia Demokratike, e citoj nenin fiks, në rast se nuk rezulton forcë qeverisëse pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, kryetari i partisë e humbet mandatin më njëherë dhe nuk ka drejt rikandidojë. Pra çdo vendimarrje e marrë nga Sali Berisha ligjërisht është nul. Moralisht me këtë proces është edhe më keq se sa nul. Kandidaturat alternative u penguan në mënyrë direkte apo indirekte. Ju e keni ndjekur që sapo kam, edhe publiku po edhe ju, që sapo kam nisur të shpreh kritikat për drejtimin e Partisë Demokratike nga ana e Sali Berishës, ka nisur një batare me sulme, jo vetëm për të mbytur mendimin ndryshe apo për të mbytur çdo ndryshim jetik që ka Partia Demokratike, por për të trembur edhe çdo konkurrent tjetër potencial, që me sa duket i dha efektet tek shumë kolegë që i kanë ambicjet, por frika apo trembja apo mungesa e kurajës bëri që të rrinë të trequr apo të strukur.